Vendose e bënar fotografin tjetër që është me atë maskën, pse mbohet kjo maska? Maska të ky rasti kemi punu me këtë maskën për shkak se ky o sportist mundësia që ta godet një ose një bryll ose diçka, e kemi punu një maskë që mbështetja, se derisa në flas sipër me është komplet e shkputën, edhe vendosën disa pllaka titaniumi që vendoset kapen, aty ku kemi dashur na. Pastaj kjo e ka mbështetjen në këtë regionin e ballit edhe në mollzave. I ka edhe këtë pjesën unë që mos kur ta godet në oflën, sepse 6 muajt e parë është rrezik me pas ky ka pas ndaluar si mos ushtrimet për një muaj e gjysmë, pastaj ka pas vetëm ato fizioterapia gjëra që mos hub muskujt, mos hub, por ndryshe edhe në atë kohë kjo ka frika që pe godet i kosh fushë kemi punu bashkë me ata të qendrës aty ku me mjekët e tij në Gjermani. Edhe ata kanë preferuar që të jetë më mirë. Kështu që kjo nuk është e obligueshme për pacientë të tjerë. Për pacientë të tjerë jo, vetëm për sportistat që cilët kanë që mirë me sportet. Po, ka probleme ose edema të mëdha pas operacione? Po, janë të disa raste që edemat janë goxha të mëdha. Të disa raste janë individuale, po të shumica jo, se sot premjet e koskave bën me pjesë kirurgjike janë aparatura që e bojnë premjet shumë korrekte, edhe gjatë premjes ato nuk e dëmtojnë indjet e butës, dëmtimi i indjeve të buta më shumë e bojnë edemat. E tash kirurgjia ka avancuar shumë, teknologjia ka avancuar shumë, është një farë, që më thani, edhe pse operacioni për ta sheh live, është shumë e vështirë, po kur e dimna se si u punu para 15 viteve, sot në bën një kirurgji shumë minimale, bën shumë aparaturë shumë moderne edhe fatmirësisht kemi arritur që edhe në Kosovë të shkollohemi edhe të përgatitemi për këtë operacion që të kemi rutinë.